Shorti për ndarjen e 116 apartamenteve të rindërtuara pas tërmetit të shoqëruar me pakënaqësi. Shorti publik për ndarjen e 116 apartamenteve në një pallat në Durrës i rindërtuar pas dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 2019-s është shoqëruar me pakënaqësi nga përfituesit. Banorët ankohen se sipërfaqet e apartamenteve të rindërtuara janë më të vogla se ato që kanë qenë ekzistuese më parë, ndërsa pakënaqësi shprehen edhe për ndarjen e kateve të banimit. Nga shorti janë përjashtuar 6 familje që kanë banuar në pallat, të cilët refuzojnë se kanë edhe një apartament të dytë në qarkun e Durrësit. Shorti publik për ndarjen e këtyre apartamenteve u zhvillua në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës, ndërkohë që në ditët në vijim pritet që përfituesve t'u jepen edhe çelësat e apartamenteve përkatëse.